Flamuri shqiptar ngrihet në Orlando, 15 vjeçari fiton Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës. Loris Qosja, nxënësi i klasës së 9 nga Acëriku, fitoi Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës zhvilluar në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 15 vjeçari nga Acëriku ngriti flamurin shqiptar në kompeticionin më të rëndësishëm për moshën e tij, ndërsa rrëmbeu edhe vendin e tretë në Olimpiadën e kimisë. Loris u spikat nga mësuesja e tij, Flutura Hoxholli, e cila punon me nxënësin edhe jashtë orarit, edhe gjatë pushimeve duke arritur rezultate të shkëlqyera. Loris studion matematikën 6 deri në 8 orë çdo ditë e padyshim, si çdo adoleshent, 2 orë ja kushton telefonit. Familjarët e afërm u munduan t'i sigurojnë 15 vjeçarit udhëtimin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa një pjesë e këtij udhëtimi u mundësua nga Bashkia e Acërik me vendim të Këshillit Bashkiak. 15 vjeçari bëri krenar jo vetëm Acërikun, por të gjithë Shqipërinë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.